Kreu i prokurisë së posaçme Klodian Braho ka deklaruar se fakti që SPAK është kritikuar nga të gjithë kampet politike nuk është treguesi një problemi në punën e institucionit, por sipas tij një dëshmi se hetimet po zhvillohen pa ndikim politik. Gjatë raportimit në Komisionin për mbikëqyrjen institucionale, ku diskutua për rreth 4 orë çështje të punës së prokurisë së posaçme, Braho tha se pa kënaqësitë nga të gjitha palët politike janë në një situatë që e konsideron normale për një institucion që heton korrupsionin dhe krimin e organizuar. Një pjesë e madhe e debatit u përqendrua te krimi zgjedhor. Deputetët e opozitës ngritën akuza për standarde të dyfishta, duke pretenduar se hetimet nuk kanë prekur personat apo grupet që sipas tyre kanë ndikuar në proceset zgjedhore. Kreu i SPAK hodhi poshtë këto pretendime duke theksuar se vendimarrjet e prokurorëve bazohen vetëm në materialet hetimore dhe jo në qëndrimet e aktorëve politikë. Krimi zgjedhor është një fenomen që është qetësues dhe neve na shqetëson si prokurori. Nuk është një fenomen që ne pajtohemi me të. Është një fenomen që nuk është krijuar brenda një viti apo brenda 2 vjetësh, ka një periudhë gjatë kohore. Ajo që duhet të kuptojmë është të vendosini dhe ju në rolin e jurist apo prokurorit që çështjet përfundojnë në akuza kur gjenden provat. Pa prova nuk mund të ngrihen as akuza dhe as mund të gohen çështjet. Unë nuk shoh një standard të dyfisht midis përfaqësuesve të njërës palë apo përfaqësuesve të palës tjetër. Pavarësisht se ju përmendët disa raste dhe nuk shoh lidhje të këtyre rasteve me reagimin e SPAK-ut për çështje zgjedhore. Por mendoj që ky është një perceptim. Është dhe politik, mund të jetë dhe me gjerë, por nga ana jon e nuk nisemi me perceptime, nisemi nga atë që ka dosja. Dhe ju siguroj që nëse doset kanë provat e nevojshme, kushdo që të jetë, në secila anë të jetë, do mbaj përgjegjësi për atë veprim që ka kryer. Një tjetër çështje që u diskutua ishte hetimi ndaj ish kryeministres Belinda Balluku. Braho bëri të ditur se hetimet vijojnë dhe se një vendim i mëtejshëm do të merret në momentin e duhur. Nuk mund të them më tej detaje konkrete, është një çështje konkrete. Mbas moment të mëvonshëm prokuria do në vijim të hetimeve do ketë një vendimarrje përkatëse. Por nuk mund të komentoj sot një çështje konkrete. Ajo që është e qartë është që prokuroria e ka pasqyruar në të diskutimi me dyert të mbyllura se çfarë ka kërkuar dhe është e qartë dhe reagimi i prokurorisë pas vendimarrjes së kuvendit. Debati u ushtrie edhe te kryeministri Edi Rama, pasi deputetët e opozitës pretenduan se ai nuk është i rrur nga SPAK. Braho kërkoi që çdo pretendim të shoqërohet me prova. Pyetja që lidhet me një kallëzim penal konkret dhe nuk kam asnjë koment për këtë çështje. Nëse dikush ka prova për cilin do, është i ftuar të depozitojë në SPAK dhe të marrë përgjigjen ligjore sipas procedurës parashikuar në ligj. Asnjë person nuk është imun ndaj veprimeve procedurale të SPAK-ut dhe këtë e them me bindje. Kushti është nevoja hetimore dhe prova për kryen e veprave penale. Kreu i SPAK-ut reagoi lidhur edhe me diskutimet për çështjen e takimit në Aruba, duke theksuar se prokuroria e posaçme nuk lejon që provat të mbahen pa u trajtuar në dosjet hetimore. Por ajo që unë ju garantoj është që nuk mund të ndodh në prokurorinë e posaçme të ketë një provë në një dosje, për çfarë do dosje, dhe ajo provë të lihet aty në gjumë apo të mos reagohet. Ndonjëherë tjetër gjë është një dosje të caktuar, tjetër gjë mund të thuhet, mund të flitet, po këto nuk janë element prove. Këto janë hamendësime, opinione. Sigurisht në një moment caktuar përfundojnë hetimet dhe aty është momenti pastaj që institucioni mund të bëjë transparencë më shumë për një hetim të caktuar. I pyetur për masat e marra ndaj ish kryeministrit Sali Berisha, Braho u shpreh se çdo kundërshtim ndaj vendimeve të drejtësisë duhet të ndiqet përmes rrugëve ligjore. Pyetjet. Faleminderit zonja Hoti. Në fakt gjitha pyetjet tuaja lidhen me çështje konkrete dhe unë nuk kam koment për asnjë çështje konkrete. Secili person që ka një proces gjyqësor, kushdo qoftë ai, ka të drejtën që të kundërshtojë vendimarrjet e SPAK-ut, ka të drejtën të dëgjohet gjykat dhe është gjykata që ka kompetencën të përcaktojë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Kundër të vendimit gjykatës ekziston edhe tankimi në gjykatat më të larta. Gjatë seancës, kreu i SPAK u ndal edhe tek dosje të tjera në hetim duke theksuar se në prokurinë e posaçme asnjë çështje nuk mbetet pa u trajtuar dhe se çdo hetim zhvillohet mbi bazën e provave.